duan të dinë ç'a bën, ku je, ç'a bleve, sa pagove, kush janë preferencat e tua. Duan të dinë gjitha këto, janë të dhënë mbas kësaj pjese. Është ajo Big Brother po do shikon. Po, vazhdon akoma, edhe do bëhet akoma më e zgjeruar, më e përhapur. Do bëhet më e përhapur ajo, edhe pastaj të gjitha këto shërbimet që neve na duan në të përditshmen tonë, do i përqendrojmë te ajo karta atje. Nuk do mund të blesh as bukën pa atë. Siç ndodhi me atë certifikatën e vaksinimit. Le që nuk dilshin nga shtëpia pa atë, nuk futeshin në një ambient pa atë. Kështu do bëjnë me këtë punën e kartës. Që po se pata ato domethënë, kur ti arrin ti përqendroj të gjitha në një kartë. Ajo aty pastaj është ajo skllavëria moderne që të kam thënë para ca kohe. Domethënë ti bllokojnë gjitha lëvizjet e njeriut. Po nuk ishin ata në DNI, duhet të jenë në DNI për gjithçka, për edhe hapin më të vogël që të bësh. Imagjino për 8 miliard njerëz në botë duan të jenë DNI për çfarë do të gjëje, për çfarë do lloj lëvizje. Po duan të dinë gjitha. Imagjino unë do lodhesh apo të dihesh çfarë do lloj lëvizje tënde. Ato duan të dinë për 8 miliard njerëz. Po prandaj duan t'i paksojnë sepse e kanë çik vështirë atë pjesën e kësaj popullsie që ka bota sot. E i paksojnë në mënyra të ndryshme. Një mënyrë drastike ishte kjo e pandemisë. Me Covidit. Po, që u vaksinuar 70% e botës. U vaksinuar 70% e botës? Po, për 70%. Po nuk vdiqën 70%, po u sakatun pjesa më e madhe. Edhe një pjesë shumë tjetër iku për kalon nga krau tjetër. Dhe duan që ta bëjnë këtë reduktimin e njerëzimit që ti kenë më kollaj në kontroll. Tani ata kanë përgatitur, aktualisht jemi duke folur në vendin, kanë përgatitur 10 miliard cop që ti në brenda, se ku i dihet. Mund të shkojmë ta kapim atë shifrën e 10 miliardit. 10 miliard karta, ha? 10 miliard qipe. Qipe, ato që po se atje do shkojnë, se kjo puna e kartave nuk do zgjasë shumë. Kjo është sepse në anë të kartës si do të rreqësh dhe lek nga banka. Po. Duhen gjitha të përqendruar aty. Siç e bëjmë me këto kartat e bankomatit, ato do zhduken, do përqendrohet te karta jote e identitetit dhe ato. Edhe do sa ajo një prall pasaj ato, do thonë që shiko, do plasi ajo në përlajme që ja vodhën në kartën këtij, ti morën lekët nga banka, do përdorin panikun, atë frikën që përdorin her pas here. Po, që do të shkoni ke kjo që të jeni më të sigurt. Po, edhe do thonë pastaj, do thonë sistemi perfekt, sistemi përkryer, kështu do e quajnë. Pa të shkëputur te kjo thjesht për parantezë mbështetëse, mos ka lidhje me këtë që ka bërë edhe ky. Shumë e mirëpritur ardha Mastercardit, sepse është koha që revolucioni ynë digital të thellohet shumë më tepër edhe në drejtim të thjeshtimit dhe të përmirësimit të sistemit pagesave në vend. Kaq, mjafton. Mos ka lidhje kjo që ky po prezanton para disa ditësh ka dalë ka bërë publike këtë, mediatike. Si njeriu i tyre që është, si 2030-ta që thot, po që sa thot asnjëherë agenda, është brenda edhe kjo. Pra pjesë e kësaj linje është edhe kjo Mastercardi, pra se edhe ky thotë që ti jeni këtu, ti jeni atje, ti keni të gjitha, jeni më të kontrolluar, ti keni. Edhe vure ça fjalësh bukura përdorin për lehtësim, për të thellojmë në teknologji, thoshte, neve na pëlqen ajo ideja për shpejtësi, domethënë se na zgjidh duart. Po, është shumë e vërtetë kjo dhe kjo për gjithë ata që na ndjekin për ta përshkallëzuar pak edhe me aktualitetin, siç është edhe rasti i kryeministrit shqiptar Edi Ramës dhe shqiptarëve këtu ku ne bashkëveprojmë dhe bashkëvuajmë le të themi. Jo le të themi bashkosh, po ka nga ato që se besojnë që jetojnë në iluzionet e këtij me 30-40.000 euro në sezon, një kamarier në në Bregdetin shqiptar, le të themi. As bukuron. Ky ka thënë Shqipëria digjitale do hiqen zyrat, do hoqen shumë zyra për të përshpejtuar gjërat që mos rrim në rrallë, ka thënë, madje edhe pensionistëve, ka futur i Albanian, aplikoni aty, merrni këtë, bëni atë. Ndërkohë që sot po hasim më shumë vështirësi me këtë digitalizimin kaq përkryer të këtij. Sot ne më parë ndoshta një certifikat ose një dokument të merrnin edhe pse prisim rrallë, krynin punë më shpejt se sa sot që këto thonë Shqipëria digjitale. Po nuk është për lehtësimin tonë, nuk është asnjëherë për të mirën tonë, por. Jo, e kam ke fjalët që përdorin. Mimi, dakord, po ja drejtojmë publikut tani. Po ti harrojmë këto gjëra se s'mendon njëri për të mirën tonë, por kur dalin me ata për të mirën tuaj, për lehtësimin tuaj, për zgjidhjet që ti mos shkonin nga zyra në zyrë, nuk ka lidhje fare me këto gjëra.
Po e paraqesin se ku po e bëjmë për ne. Po s'është për ne, ajo është për të na lidhur neve. Sa më shumë shtot ajo teknologjia, avancon teknologjia, aq më shumë neve izolohemi, mbyllemi, na fusin në një burg digjital, në një matrix, në hekura, në një qeli të padukshme. Sepse je kontrolluar apo. Ti do vi një moment për shembull që të bësh një reagim, nuk pëlqen diçka, një X diçka. Nuk do kesh mundësi që të reagosh, që të kërkosh një të drejtë, sepse ai të gjurmon direkt te kush je. Shtyp një buton atje te llogaria jote bankare atje të zeron komplet. Ose të nxjerr nga sistemi, nuk të njeh. Edhe ti nuk mund të gjesh shërbim as i vend. Ata po ndërtojnë një burg digjital. Ajo teknologjia digjitale që thot ai po ja thellojmë. Çfarë do thot po ja thellojmë? Domethënë po ecim disa hapa më tutje asaj që neve juve do ju izolojmë. U mos keni nga lëvizni më. Por qëllimi kryesor është qipi. Qipi, drejt asaj rruge. Kjo është ndërmjetësi e asaj. Është qipi që pastaj aty edhe miza do gjërmohet, majt bririt kaut. Aty të gjitha pastaj. Edhe pyet, di pse po i djegin pyet? Se ka dhe kjo lidhje. Sepse ata që i din këtë muhabet, ose tani që po e marrin vesh këtë gjë, do shkojnë nëpër male. Se qyteti do bëhet keq. Jo. Edhe po shkove nëpër male, ato satelitet nuk të kapin dot ku je ti. Ato gjethet jeshile, pengojnë atë valën, atë rrezën. Domethënë kur vjen nga lart kështu. Prandaj duan sigur edhe prandaj po i fshin ato, po i djegin ato pyet që ti s'ke ku mund të shihesh më. Edhe në shpellë futesh e gjen ato, po gjethe nuk e deporton dot ajo rrezja që të gjurmoj. Atë gjethen e jeshile e bllokon. Edhe letra aluminit e bën atë gjë. Pra, ti po thuaj që do vi një ditë që njerëzit do të largohen nga qyteti. Pra, do ndodhe e kundërta e asaj që po ndodh sot që nga periferit, në rasti konkret flasim për Shqipërinë, edhe për ata që ndoshta kanë më shumë interes, ata që na ndjekin, për Shqipërinë që po varfërohet periferit, qytetet e tjera dhe po vinë gjën Tiranë. Do vi dita që do ndodhe e kundërta. Kjo do ndodhi shumë shpejt apo? Po, është po përgatitet. A tha po e thelloj. Do të thelloj, pra është me hapa shumë shpejt. Po. Do shkojnë në periferira, pra në për qytete të tjera ose edhe në për periferitë e qyteteve, në për fshatra, në vende ku ka densi, pyesh, pemësh. Këta e shohim si trendin, çdo verë e shohim që në Shqipëri digjen. Kjo ndodh pothuajse çdo verë. Edhe ne s'kemi as pajisjet, mjetet e duhura, as njerëzit e duhur, si në postë drejtuese, por edhe ato që shërbejnë në këtë për të fshuar zjarret apo për të marrë situatë kontroll. Kjo ndodh qëllimisht? Po si quhen zjarret? Ato i ndezin vetë zjarret. Edhe ja kpusin në ngrënës globale. Ose cigares që hodhi një pa kujdesur atje. Ose gjyshe që po zinte vezën aty dhe edhe mori flak ajo gjethi aty që ishte poshtë. Ose dielli ishte shumë i nxehtë. Po çka këto broçkalla se vetë ndezin në burg, kanë dhe ato dronet aty që lëshojnë sipër pyjeve, lëshojnë atë lazerin aty dhe i fusin një zjarr pemës aty dhe përhapet ajo. Me droni i vendosin zjarret sot.